Bashkimi Demokratik për Integrim sot mbajti mbledhje të jashtëzakonshme të kryesisë qendrore, me të vetmen pikë të rendit të ditës, shqyrtimin e situatës aktuale politike pas mospranimit të ofertës së BDI-s që vendi të ketë presidentin e parë konsenzual. Pas analizave të gjithanshme të situatës dhe pas elaborimit të gjerë në opinion në lidhje me mundësinë e pasjes së kandidatit konsenzual, veçanërisht pas mosgatishmërisë për pranimin e ofertës sonë, BDI vendosi të mos garojë me kandidatin e saj në zgjedhjet presidenciale, të ftojë shqiptarët të mos përkrahin asnjërin nga kandidatët, me çka do t'i jepnin legjitimitet të rrejshëm kryetarit të ardhshëm të shtetit. Njëkohësisht, BDI vendosi që të bëjë fushat aktive, ku do të promovojë idenë dhe konceptin për presidentin konsenzual deri në realizimin përfundimtar të saj. Në 2, grupi parlamentar i BDI-s të dorëzoi në kuvent iniciativë për shpërndarjen e kësaj legjislature dhe në 3, të organizohen zgjedhje të parakohshme parlamentare. BDI vlerëson se Maqedonisë, si vend me demokraci në zhvillim, i nevojitet vendimmarrje me konsultime më të gjëra dhe gjithëpërfshirëse, dialog më thelbësor për temat me rëndësi të veçantë, por edhe konsenzus politik dhe etnik. Këto parime janë edhe pjesë e marrëveshjes së Ohrit dhe sistemit politiko-juridik që doli pas implementimit të kësaj marrëveshjeje. Andaj, konsiderojmë se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare do të krijonte hapësirë për marrëveshje të re për bashkëqeverisje, në të cilën do të hapen tema në interes të qytetarëve dhe të vendit. Bashkimi Demokratik për Integrim fton të gjitha grupet parlamentare që t'i bashkangjiten kësaj iniciative dhe të përkrahin propozimin tonë për miratimin e vendimit për shpërndarjen e kësaj legjislature. Gjithashtu, BDI u bën thirrje të gjithë faktorëve politik dhe shtetëror, si dhe qytetarëve të vendit, që të japin kontributin e tyre për të organizuar zgjedhje të lira dhe demokratike, për të dëshmuar që jemi të aftë dhe kemi kapacitete për organizimin e tyre. Ne jemi gati. Ju falenderoj.